Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe për të analizuar ngjarjet më të fundit. Sonte do të flasim, sot në fakt, do të flasim për një rrugtim të bukur, një rrugtim që dhuron shumë dashuri. Dita e djeshme ka qenë një ditë e mbushur me shumë emocione, një ditë e mbushur me shumë pyetje, me shumë pikpyetje, si po kalon marrëdhënia e tyre, si është marrëdhënia e tyre, a janë në rregull, a shkon çdo gjë si duhet. Në fakt kanë qenë pyetje nga publiku, këto të gjitha që dëshironin të dinin mbi jetën dhe veprimtarinë të Brikenës dhe Mateos. Brikena dhe Mateo janë një ndër çiftet më të komentuara të kohës së fundit, për të cilët përflitet shumë, shkruhet shumë, komentohet shumë, analizohet shumë. Ato ditën e djeshme kanë ndarë një video pozitive, duke treguar që marrëdhënia është në rrugën e duhur, duke treguar që gjërat janë më së miri dhe po shkojnë në fakt më së miri dhe duke u munduar që të jenë sa më afër publikut të tyre që i ka mbështetur dhe i ka dashur pafund. Unë njëherë pa humbur kohë do të sjell videon që Brikena ka ndarë dhe më pas do vazhdojmë ta komentojmë. Hej, atëherë, make-upin sot këtej ma ka bo Henry, kurse këtej ma ka bo Mateo. Cila po ju pëlqen më shumë? Komento. E pra të nderuar miqtë e mi, ju e pat videon, do me thënë e pat atë buzëqeshjen e sinqertë dhe të vërtet të Brikenës, e pat gjithashtu dhe lumturinë dhe buzëqeshjen e Mateos. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë një çift i cili kanë gjetur gjuhën e tyre të përbashkët. Tani, a ka pak kokforci? Po, ka kokforci nga ana e Brikenës, sepse është natyrë e tillë, është karakteri i tillë, po kjo nuk do të thotë që Brikena nuk e do Mateon, do me thënë është një lloj personazhi që e ka tipin të tillë, do me thënë është natyra e njeriut. Unë mendoj që dashuritë e këtilla, nëse do të flasim për dashuritë, shkojnë më së shumti. Tani banorët mbram në post Big Brother e kishin një çik si problem, me thënë drejtën ta pranojnë lidhjen, ta pranojnë dashurinë, ti pranojnë emocionet, por unë mendoj që dashuria e Mateos dhe Brikenës është një dashuri që duhet duar trokitur, është një dashuri që duhet mbështetur dhe është një dashuri që duhet jemi me to. Tani çifti, nga informacionet që kam unë, do të ketë projekte shumë madhore, projekte televizive, do me thënë dhe Mateo dhe Brikena. Njëherë kanë përzgjedhur që të jenë të qetë, të shijojnë pak këto ditët e daljes, të kënaqen pak me njëri tjetrin. Kemi parë shumë respekt nga ana e Brikenës edhe për motrën e Mateos, do me thënë janë krijuar një trio shumë e bukur, një trio shumë fantastike, që Brikena e shoh po kënaqet dhe po argëtohet në këtë familje, e kanë pritur me shumë dashuri, i dhurojnë shumë emocione, i dhurojnë shumë ngrohtësi shpirtërore, që Brikena në fakt kënaqet edhe po e shijon pafund. Unë besoj në këtë dashuri, jam i bindur që nga të gjitha dashuritë të cilat kanë qenë në Big Brother, Brikena dhe Mateo do të jenë dashuri e vërtet, do t'ja dalin deri në fund, ashtu siç ja doli Kiara dhe Luizi. Unë shoh një dashuri shumë të madhe nga ana e Mateos, do me thënë Mateo është dashuruar jashtëzakonisht shumë, ai e shikon Brikenën në sy, e jeton Brikenën, do me thënë e quan arritjen më të madhe të Big Brotherit dhe e shoh që është shumë i bindur në përzgjedhjen që ka bërë, në emocionin që ai do me thënë do të sjell tek publiku. Dhe unë mendoj që Mateo marrëdhënien e tij dhe Big Brotherin e ka ndarë gjithmonë ashtu siç unë e kam analizuar gjithmonë. Do me thënë unë gjithmonë e kam analizuar që Mateo ka bërë një lloj ndarësie, do me thënë ndryshe ka pas emocionin, ndryshe ka qenë lufta për Big Brother. Dhe këtë gjën ai ka arritur që ta normalizoj. Unë uroj vetëm të mira, uroj që Zoti t'i bekoj, por të gjitha këto thashe themet që në fakt përfliten për Mateon dhe Brikenën që do të ndahen, nuk janë çift që përshtaten me njëri tjetrin, e pashmërëm edhe presionin e banorëve të tjerë, pikpyetjet e mëdha, për shembull atë muhabetin që e tha Monika që a keni bërë dashuri, janë ca gjëra që unë e shoh që Mateo dhe Brikena vlerësojnë më së shumti
marrëdhënien e tyre, vlerësojnë emocionin që e kanë për njëri tjetrin, jo krevatin. Okej, mund të duket sikur Brikena lufton për të qenë pranë Mateo sepse ka famë, por Brikena fundi ditës se ka këtë famën edhe vetë, ajo e ka Instagramin më të madh se Mateo, po të don të eksploron në medien sociale. Mua më duket një dashuri e vërtet, nuk më duket një gënjeshtër, i kam besuar gjithmonë këtij rrugtimit, edhe pse Brikena është natyrë dhe tip i vështirë si karakter, po për shembull gjërat kanë ndryshuar, ë. Ditën e djeshme kishte pritur Brikena Mateon, më gjatë se sa Mateo Brikenën. Do me thënë, mendoj që me qëndrimet që do të kenë jashtë, me kohën që do kalojnë, me momentet që do kalojnë mes njëri tjetrit të dy, do fillojnë që të krijojnë një lloj emocioni edhe më të fortë, edhe jam i bindur që do të jenë çifti shembull që do të ndjekim në përjetës sociale. Unë e shoh një lloj kimie tek ato, e shoh një lloj përkushtimi jashtëzakonisht të madh, do me thënë din të bëjnë të lumtur njëri tjetrin, din të japin emocion njëri tjetrit, dhe kjo është arma më e fortë e një dashurie, do me thënë të shprehurit emocione dhe të shprehurit ndjesi. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar pak luftën e madhe dhe këtë lojën e tmerrshme që po ndodhen në Big Brother. Do me thënë, do të flasim për këtë ofendimin që në fakt ka ndodhur mes Mirit edhe Ilirit. Tani, unë e ndoqa deklaratën e Ilirit, do me thënë Iliri ka qenë në post Big Brother, do me thënë është xhiruar pjesa e dytë e post Big Brotherit, e cila do të transmetohet të shtunën, që në kupton që nuk është live, dhe normalisht ka patur një diskutim të hapur mbi lojën e cila ka ndodhur brenda, por edhe mbi ngjarjet e cilat kanë ndodhur jashtë. Do me thënë, unë e kam thënë që ky Big Brother ka qenë nga Big Brotherat më të vështirë, sidomos nga familjarët të cilët kanë qenë më prezent në këtë pjesën dhe kanë qenë më të përfshirë, por nuk diskutohet edhe nga banorët, sepse banorët e kanë sjellë situatën me ngjarjet e tyre, me dinamikat e tyre, me lojrat e tyre që të arrijnë deri në këtë ditë. Do të zhduk një deklaratë e fortë e thënë nga ana e Mirit kundër drejt Ilir Vrenozit. Tani Iliri, si ish banor në Big Brother, ka qenë një personazh shumë korrekt, ka qenë shumë i dashur, i ka respektuar banorët sikur të ishte babai i tyre. Do me thënë, Iliri ka mbajtur këto lloj qëndrimesh. Nuk ka patur qëndrime për të bërë strategji, nuk ka patur qëndrime për të bërë një dinamik të fortë të lojës. Do me thënë, qëllimi i tij ka qenë që të tregoj vlerat e tij dhe pse në fakt shumë shpejt doli nga shtëpia. Unë mendoj që nga komentet e cilat Miri ka lexuar sapo ka dalur nga shtëpia dhe nga të gjitha qëndrimet që në fakt kanë qenë në kuadër të lojës së tij, Miri mund të jetë shpreh në nervozizëm e sipër gjatë prajmit, po nuk do të thotë që kjo gjëja ka eskaluar edhe jashta studios. Do thoni pse. Tani, unë edhe në post Big Brotherin që kaloi, e pash që produksioni, do me thënë, edhe komplet minutazha ishte e fokusuar tek loja e Mirit. Do me thënë, çfarë ka bërë Miri në shtëpi, si është sjellur Miri në shtëpi, me kë ka fjetur Miri në shtëpi, akoma po përmendet krevati, akoma po përmendet afrimiteti i tij me Selin, dhe besoj që e njëjta gjë ka ndodhur edhe në post Big Brother 2, ku Miri ka patur një fokus të jashtëzakonshëm. Tani, duke njohur edhe karakterin e Mirit, që do me thënë është njeri që në momente të ndryshme eskalon, gjë që ne kemi njohur edhe në Big Brother, Miri ka patur, do me thënë, plasje që ndonjëherë kanë nxjerrë edhe nga vetja. Mendoj unë që kjo plasja i ka ndodhur edhe në post Big Brother, sepse ndoshta nuk e kanë lënë që ai të shprehet, nuk e kanë lënë që ai të flet, nuk e kanë lënë që ai ta thot mendimin e tij, sepse e kam parë që e ka shumë të vështirë, do me thënë, të flet mbi zë, Miri. Por kjo gjëja, siç duket,
e ka revoltuar Mirin, e ka acaruar dhe i ka thënë Ilirit do të zhduk sepse ti nuk e ke përmend emrin tim përfitues. Unë mendoj që kjo është një arsyetim kot, është një arsyetim i cili ka ardhur nga acari që ka patur personazhi në fjalë në moment të caktuar, sepse jam i bindur që provokimet në post Big Brother 2 kanë qenë edhe më të forta, kanë qenë edhe më të mëdha, kanë qenë edhe më dinamike, sepse tani ka qenë momenti i tyre i fundit për të krijuar atë show-n e fundit dhe për ta mbyllur këtë sezon edhe me një sukses të jashtëzakonshëm. Do të thënë luftojnë për klikime. Tani personazhet normalisht janë të mbushur që brenda shtëpisë kanë ato inatet e veta, kanë ato mllefjet e veta dhe ndonjëherë harrojnë që janë në emision, do të thënë ndonjëherë eskalojnë krejtësisht nga normaliteti dhe unë mendoj në këtë rast Miri ka dalë nga natyra e tij ashtu siç ka treguar në shtëpi dhe e ka thënë këtë kërcënimin. Nuk më duket mua Miri që është një natyrë njeriu që mund të kërcënon dikë me jetë dhe ta zhdukën nga jeta. Përkundrazi kam parë një lloj qetësie tek ai njeri. Unë e kam thënë gjithmonë që domethënë Big Brother i atij ka qenë i heshtur, nuk është se ka ngritur zërin ua, domethënë Mirin e kishte vetëm në prime duke u lëritur dhe ato vinin nga fakti që Miri non stop bërtiste dhe kërkonte fjalën. Domethënë kjo ka qenë pjesa e Mirit që ka bërë. Por mendoj që lufta mes Ilirit edhe Mirit e ka prekur shumë Ilirin, duke njohur dhe Ilirin që është një natyrë që, domethënë, nuk fal, është një natyrë që eskalon krejtësisht nga vetja, ndoshta edhe nuk i logjikon gjërat mirë se kanë qenë brenda në studio dhe si mundet ai të kërcënon publikisht dhe në një vend që ka ligj, ka shtet që me patjetër për një kërcënim ai mund të hajë dhe burg, domethënë nuk është edhe aq i lehtë kërcënimi dhe nuk është edhe aq e lehtë ta zhdukësh tjetrin nga faqja e dheut. Sjellja e Ilirit më duket pak e tepruar në këtë rast. Unë mendoj që mundeshte që të gjejnë paqe, por provokimi me panumër nga ana e Mirit kundër drejt Ilirit, mua më duket diçka e tepërt, në qoftë se është Miri gjithmonë, sepse Miri nuk ka dhënë një deklaratë, Miri nuk ka folur për këtë situatë. Domethënë është një skenë e cila ka ndodhur brenda Prime-it dhe normal aty ka patur debate të zjarrta, aty ka patur diskutime të zjarrta që banorët kanë eskaluar. Unë këtë gjë e ndjeva edhe në post Big Brotherin e parë, domethënë tensioni ishte shumë i madh. Këto ishin banorët e vetëm që brenda kësaj shtëpie kanë thënë atë që ndodhi brenda ne nuk do ta nxjerrim jashtë, por rezultua që të jenë banorët më të fuqishëm që çdo gjë që ndodhi brenda shtëpisë së Big Brotherit, këto e nxorën jashtë dhe e nxorën në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe unë mendoj që inatet edhe xhelozirat që kanë ndodhur brenda i kanë bërë këto banorë që të eskalojnë në këtë formë nga vetja, të marrin vendime të këtilla dhe të dalin në kërcënime që realisht nuk janë për të duar trokitur, janë kërcënime shumë të shpifura. Gjithsesi, Miri sonte kishte manifestuar suksesin e tij edhe në mbrëmjen e organizuar në shenjë respekti të artistëve të Tiranës. Domethënë Miri ishte kënaqur, kishte përjetuar atë emocionin dhe unë uroj që këto të dy personazhe të gjejnë një lloj paqe, të sqarojnë veten e tyre se nuk është e bukur të dëgjojmë nëpër rrjetet sociale ulërima, kërcënime të tipit unë do të zhduk, ti nuk mundesh të vish në Tiranë, ti nuk mundesh të vish në Korçë. Mendoj që artistët duhet të japin një shembull të bukur, duhet të japin një shembull të mirë dhe jo një shembull i cili në fund të ditës, domethënë na krijon një lloj shqetësimi kur e dëgjojmë nga një burr i cili vetëm u lëret, vetëm bërtet dhe dukeshte që ishte shumë i tensionuar. Por unë jam shumë i bindur, domethënë do ta shohim këtë në Prime, kjo gjë ka ardhur nga tensioni i madh i të gjithë ngjarjeve që Mirin e kanë përfshirë, sepse Miri është kthyer në epicentër për një skandal brenda atij Big Brotheri dhe normalisht një artistit i cili ka famë të madhe, ky skandali i pengon. Por domethënë, a mund ta fshijë Miri këtë skandal apo e ka kontrolluar veten kur e ka bërë të gabimin, unë e kam thënë gjithmonë, Big Brotheri ose të rëmben ose ti rëmben atë, dhe ndoshta Miri nuk arriti dot që të kupton informacionin që erdhi nga jashtë dhe Selin doli më e zonja, më e shkathët, e pastroi veten në një farë mënyre.